Pas 2 muajve në të njëjtin nivel, inflacioni pësoi një rritje të lehtë gjatë muajit mars të këtij viti. Të dhënat e Instat tregojnë se inflacioni u ngjit në 2.1% nga 1.9% që ishte një muaj më parë. Instituti i Statistikave ka publikuar indeksin e çmimeve të konsumit që tregon se në mars të këtij viti inflacioni vijoi të qëndrojë nën objektivin e vendosur nga Banka e Shqipërisë prej 3%. Një vit më parë ky ndryshim ishte 2.3%, ndërkohë ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit është 0.6%. Të gjitha vlerësimet janë që inflacioni do të rikthehet në objektiv gjatë mesit të këtij viti, ndërsa Banka e Shqipërisë nuk ka ndërmarrë asnjë vendim për lehtësimin e politikës monetare gjatë këtij viti. Aktualisht norma baze e interesit qëndron në nivelin 2.75%. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin mars 2025 është 2.1%, ndërsa një vit më parë ky ndryshim ishte 2.3%. Krahasuar me muajin mars 2024, rritja më e madhe e çmimeve vëret në grupin argëtim dhe kulturë me 7.4%, pasuar nga grupet pije alkolike dhe duan, mobile, pajisje shtëpiake dhe mirëmbajtje e shtëpisë, si dhe ushqime dhe veshje këpucë. Nga ana tjetër, çmimet e grupit transporti shënuan ulje me 2.5%.